Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Plutur Rakasa dhe do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Ka ndruar jetë në moshën 73 vjeçare ish kryeministri dhe lideri historik i socialistëve Fatos Nano. Prej kohësh ai vuante nga një sëmundje e rëndë dhe prej afro një muaji ndodhej në reanimacionin e një spitali privat në Tiranë. Fatos Nano është një ndër figurat më të rëndësishme të politikës shqiptare në më shumë se 3 dekada. Ka ndruar jetë në moshën 73 vjeçare ish kryeministri dhe themeluesi i Partisë Socialiste Fatos Nano. Ai ndroi jetë në një spital privat në Tiranë, ku ishte shtruar prej datës 8 tetor për shkak të problemeve kronike respiratore. Figura e tij mbetet e lidhur ngushtë me transformimin e Partisë së Punës në forcën e re politike që do të udhëhiqte vendin në vite të vështira pas 97-s. Fatos Nano do të mbahet mend si një nga figurat më të rëndësishme të tranzicionit politik shqiptar, arkitekti i transformimit të Partisë së Punës në Parti Socialiste dhe njeriu që e riktheu këtë forcë në pushtet në vitin 1997 në një Shqipëri të rrënuar nga traziret dhe kolapsi ekonomik. Qeverisja e tij u shunuan nga një frym liberale dhe tolerante, jo vetëm ndaj qytetarëve, por edhe ndaj kritikave brenda partisë. Gjatë mandatit të parë si kryeministër, ai bashkëpunoi me figura të rëndësishme si Ilir Meta e Pandeli Majko, duke shmangur përçarjet e brendshme përmes dorëheqjeve të vetëdijshme në momente të tensionuara politike. Në zgjedhjet e vitit 2001, Nano arriti të mbajë të bashkuar socialistët dhe të sigurojë mandatin e dytë qeverisës. Në ndërtimin e tij u ndërmorën reforma të rëndësishme ekonomike, përfshir hapjen e tregut për bankat private, një hap që i dha fund monopolit shtetëror dhe hapi rrugën e modernizimit financiar të vendit. Fatos Nano do të kujtohet si një politikan me profil të fortë intelektual, një reformator që ndikoi ndjeshëm në mënyrën se si u ndërtua politika shqiptare pas komunizmit. Zëvendës kryeministrja dhe njëherësh ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku paraqit këtë të premte për rreth 50 minuta në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Balluku është marrë në hetim për çështjen e tunelit të Llogaras, një prej projekteve më të mëdha infrastrukturore në vend. Zëvendës ministrja dhe ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku është marrë zyrtarisht e pandehur nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, lidhur me procedurat e tenderimit për ndërtimin e tunelit të Llogaras, pjesë e autostradës S8 në sektorin Orikum-Himar. Balluku paraqit sot në orën 15:10 dhe qëndroi rreth 50 minuta, ku ju komunikua akuza për shkelje të barazisë në pjesëmarrje në tendera, vepër e parashikuar nga nenet 258 fraksion 2 dhe 25 të kodit penal. Në dalje ajo zgjodhi të fliste shkurtimisht për gazetarët, pa dhënë detaje shtesë mbi statusin e saj, por duke theksuar besimin në një proces transparencë dhe në respekt të ligjit. Respekt të plot organeve të drejtësisë, kam pranuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për një çështje në hetim. Si qytetare e Republikës Shqipërisë dhe si zyrtare publike, e shikoj këtë si një proces i cili jam shpresë plot që do të jetë i bazuar mbi transparencën, llogaridhënien dhe mbi të gjitha mbi parimet e drejtësisë të pandryshueshme tek e cila besoj. Hetimet e SPAK-ut lidhen me procedurat e prokurimit të zhvilluar në 11 dhjetor 2020 dhe më pas të rihapura në 22 qershor 2021 me një fond limit për gati 19 miliard lekësh pa TVSH. Sipas njoftimit zyrtar, Balluku është thirrur fillimisht me 21 tetor, por nuk mundi të paraqitej dhe prokuroria caktoi një datë re për sot 31 tetor. Hetimet paraprake vazhdojnë për të përcaktuar përgjegjësitë e saj konkrete në këtë procedurë. Erion Veliaj doli sot para trupës së gjykatës kushtetuese ku u shqyrtua kërkesa e tij për shpalljen antikushtetues të vendimit që e shkarkon nga detyra e kryebashkiakut të Tiranës. Në një seancë që ai e cilësoi historike, Veliaj deklaroi se çështja nuk lidhet me fatin e tij personal, por në mbrojtjen e demokracisë dhe të votës së qytetarëve. Ai kërkoi gjykatës që të mos lejojë krijimin e një precedenti të rrezikshëm ku një mandat i dalë nga vullneti i popullit mund të ndërpritet pa vendim gjyqësor të formës së prerë. Në gjykatën kushtetuese u zhvillua sot seanca për kërkesën e ish kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, i cili kundërshton si antikushtetues vendimin e Këshillit Bashkiak dhe të qeverisë për të shkarkuar nga detyra. Në fjalën e tij para trupës gjykuese, Veliaj tha se procesi nuk është një betejë personale, por një sprov për vetë demokracinë shqiptare.
Demokracinë për cilën si unë ashtu dhe ju të nderuar gjyqtar, jemi betuar kur kemi marrë detyrat tona respektive që ta mbrojmë, jo në letër, por me veprim, edhe këtu, edhe sot. Ky mandat nuk është mandati im. Ky mandat është një beslidhje publike, një kontratë që qytetarët e Tiranës më kanë dhënë me vullnetin e tyre si njerëz të lirë. Kjo beslidhje është nderi i jetës sime. Velia e quajti këtë seancë historike, pasi sipas tij gjykata kushtetuese po shqyrton vetë themelet e demokracisë. Të nderuar gjyqtar gjykatës kushtetuese, në këtë seancë nuk po shqyrtohet një vend pune. Kjo është një seancë historike besoj, që shqyrton vetë demokracinë, shëndetin e demokracisë shqiptare. Themelet mbi të cilat qëndron shteti ynë, Republika jonë. Që nga dita kur miratuam Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe pranuam demokracinë si vlerën më të lartë të ushtrimit të pushtetit nga sovran, nga populli pra. Në lidhje me arsyetimin e shkarkimit për mungesë 3 mujore në detyrë, Velia e konsideroi atë fyes dhe të padrejtë. Dhe kur beson që i dhënë gjithçka për këtë mandat të qytetarëve, vjen arsye për cilën të largojnë nga detyra. Dhe citoj: mos prezenca në detyrë për më shumë se 3 muaj. Nuk isha se si të më fyenin më rënd se kaq. Do të thotë ka qenë fyerja më e rëndë e jetësime publike dhe këtë thot dikush që ka dëgjuar fyerje dhe legjenda urbane dhe fantazi pafund. Po kjo është fyerja më e rëndë sepse erdhi nga bashkëpunëtorët e mi, nga njerëz që më njohin më mirë se kushdo tjetër dhe që nuk denjuan as të më ftonin, as të më njoftonin, as të më dëgjonin. Ngjan si një mesazh se në këtë vend sundon dëshira dhe vullneti politik, po jo ligji. Nëse është dikush që mund të ankohet për mungesë time, është vetëm nëna ime dhe familja ime. Aty ka marrë mungesë 10 vjet rresht, teksa përgjigjet detyrës si shërbej këtij qyteti. Në vijim, ai paralajmëroi se pranimi i një shkarkimi pa vendim gjyqësor përfundimtar do të krijonte një precedent të rrezikshëm për shtetin e së drejtës. Me forcën disproporcionale të vetë këtij shteti që më kërkon llogari pse nuk vi pasi më ka privuar lirin. Në finale, e nderuar gjykat, nëse pranohet që një kryebashkiak i zgjedhur me votën e popullit mund të hiqet nga detyra pa vendim të formës prerë, atëherë nga nesër çdo qytet, çdo bashki dhe çdo mandat popullor mund të bjerë prej vendimeve politike të momentit. Në atë çast, zgjedhjet e humbasin kuptimin, vota e humbet peshën, sovraniteti qytetarë zvendçohet nga vullneti i atyre që duan të sundojnë në emër të ligjit, por duke përmbysur vetë ligjin. Kjo nuk është demokraci. Kjo në fakt është përmbysje e demokracisë. Ky nuk është një prezumim pafajësie, por është një prezumim fajësie. Dhe aty ku pafajësia zvendçohet nga paragjykimi, drejtësia pushon se ekzistuari. Socialistët rrëzuan kërkesën e Partisë Demokratike për nisjen e procedurave të shkarkimit të presidentit të Republikës Bajram Begaj. Debati u zhvillua në Komisionin e Ligjeve ku opozita akuzoi kreun e shtetit për shkelje të rënda kushtetuese dhe ligjore. Mazhoranta e cilësoi kërkesën të pabazuar dhe e rrëzoi me 9 vota kundër dhe 5 pro. Në Komisionin e Ligjeve këtë të premte, socialistët rrëzuan kërkesën e Partisë Demokratike për nisjen e procedurave të shkarkimit të presidentit të Republikës Bajram Begaj. Kërkesa është argumentuar gjerësisht në një material prej 80 faqesh, të mbështetur mbi 21 prova shkresore prej 224 faqesh, të cilët dëshmojnë se ne jemi plotësisht të vetëdijshëm për rëndësinë e procedurës që kemi iniciuar, por po ashtu jemi të bindur se Bajram Begaj nuk mund të vazhdojë të jetë de jure kryetari i shtetit dhe përfaqësuesi i unitetit të popullit, funksione të cilët de facto i ka humbur prej shumë kohësh tashmë. I Komisionit për çështjet ligjore dhe administratën publike, që e rrëzon kërkesën për shkarkimin e presidentit të Republikës, ti përcillet Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për ta trajtuar në përputhje me nenin 112.3 e rregullorës Kuvendit të Shqipërisë. Opozita akuzon presidentin për 7 shkelje të rënda dhe të përsëritura të kushtetutës dhe ligjeve të vendit, duke kërkuar ndërhyrjen e kuvendit për ta shkarkuar. Sipas argumenteve të paraqitura nga deputetët demokrat, shkeljet nisin me dekretin e shpalljes së zgjedhjeve në Tiranë. Në listën e akuzave përfshihet ndërprerja e mandatit të antarit së gjykatës kushtetuese, Sonila Bejtja, dekretimi i diellës si ministre në qeveri, si dhe firmosja i ligjit për komisionet hetimore parlamentare. Opozita pretendon se Begaj i ka dhënë të gjitha tenderat e presidencës kompanisë që i ka punësuar të birin. Zoti kryetar, unë e kuptoj që do të ishte hile e madhe që juve të pranoni të shkarkoni presidentin e Republikës për gjërat që e keni kërkuar ju që të bëjej. Kështu që do ishte thik pas shpine që ju se mbani dot atë. Kështu që unë e kuptoj, megjithatë shqiptarët e marrin dhe gjykojnë se ç'bën ju. Mos harrojmë që paralelisht me këtë mbledhje po zhvillohet edhe një seancë në gjykatën kushtetuese për një ish kryetar bashkie i cili në fakt duhet ishte shkarkuar kohë më parë, por që edhe ai po ju akuzon, pra ish bashkëpunëtori juaj, po ju akuzon për shkelje kushtetuese. Presidenti i Republikës, shkëlqësia e tij Bajram Begaj, po është e vërtetë është mjek në profesion siç kemi ne gjithë tjerët nga një profesion tonin, ka qenë ish shef i shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura dhe sot është presidenti i nderuar i Republikës së Shqipërisë.
Pas një debati të gjatë, socialistët hollën poshtë kërkesën me 9 vota kundër dhe 5 pro, duke konsideruar tërësisht të pabazuar dhe të motivuar politikisht. Kjo është kërkesa e dytë e opozitës për shkarkimet që rrëzohen brenda pak ditësh, pasi në seancën e së njëjtë socialistët hollën poshtë edhe nismën për shkarkimin e kryetarit të kuvendit Niko Peleshi. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar pas arrestimit të kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj duke quajtur të drejtë veprimin e drejtësisë, por duke theksuar se ndaj tij duhet të respektohet ligji. Berisha hodhi akuza të forta ndaj kryeministrit Edi Rama dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke folur edhe për prishjen e marrëdhënieve midis Ramës dhe Veliajt. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar pas arrestimit të kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj duke quajtur të drejtë veprimin e drejtësisë, por duke theksuar se ndaj tij duhet të respektohet ligji. Para deputetëve, Berisha tha se Partia Demokratike mbështeti dërgimin e çështjes së Erion Veliajt në gjykatën kushtetuese pasi sipas tij ai u rrëmbye nga vendi i punës. Në X qytet të Kolumbisë, Farku rrëmbeu kryetarin e bashkisë. Ai bëri paralelizëm që Farku më rrëmbeu dhe mua në Bashkinë e Tiranës. Por, po të kemi parasysh procedura ligjore të një vendi demokratik, ne nuk mund të themi se ato nuk u shkelen tërësisht një lloj si ato të Farkut, të themi të vërtetat. Berisha shtoi se përplasja me Edi Ramën dhe Erion Veliaj lidhen me interesat caktuara korruptive që sipas tij janë bërë shkak për përçarjet brenda majorancës. Ky shkoi në Shtetet Bashkuara dhe bëri fotografi me Kamala Harrisin. Po, publiku duhet ta di. Rama shkoi dhe s'bëri dot fotografi. Kjo është e vërteta. Shkoi dhe nuk bëri dot fotografi. Pse e tek nuk e di. Por aty filloi shizme e madhe. Por të vjedh, asnjë nga vjedhjet që ka bërë me Rama nuk u faturuar Erion Velis. Në vim, kreu i opozitës hodhi akuza edhe ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke e përfshirë atë në atë që e cilësoi si rrjet korrupsioni qeveritar. Ai prokuror që guxoi të firmos thirrjen e një personi bashkë me Edi Ramën kanë zhdukur miliarda në tendra në këtë vend, ai u përball me kërcënime vrasësish, me kërcënimet indirekt të bosit të tij, Troplinit në krye të skapit, por dhe me kërcënimet direkt të kryeministrit nëpërmjet telefonit të faqes Zimanes, Ulu Zimanes. Edhe pse Partia Socialiste refuzoi ngritjen e komisionit hetimor për rastin, Berisha deklaroi se opozita është vendosur të vijojë denoncimet për përfshirjen e krerëve të qeverisë në çështjet e inceneratoreve dhe tenderave publik. Me shumicën në sallë, socialistët refuzuan kërkesën e Partisë Demokratike për ngritjen e 2 komisioneve hetimore, një për çështjen me Gonigëll e tjetrën për përdorimin e administratës në zgjedhjet e 11 majit. Debati u shoqërua me tone të ashpra, akuza dhe replika të forta mes Sali Berishës dhe ministrit Ulsi Manja. Socialistët argumentuan se kuvendi nuk mund të ndërhyjë në hetimet e drejtësisë amerikane, ndërsa opozita paralajmëroi se do të vijojë zbardhjen e asaj që e cilëson farsë elektorale. Në një seancë të gjatë plenare që zgjati rreth 12 orë, socialistët u shprehën kundër ngritjes së 2 komisioneve hetimore të kërkuara nga demokratët. I pari për të tetuar veprimet e zyrtarëve shqiptar në raport me ish-agjendin e FBI-s Charles McGonigal u cilësua nga shumica si pa justifikuar. Deputeti socialist Blendi Çuçi tha se kuvendi nuk mund të bëjë gjyqje për çështje që janë hetuar nga drejtësia amerikane dhe se në asnjë dokument zyrtar nuk ekziston asnjë kauzë ndaj ndonjë zyrtari shqiptar. Dhe në rastin konkret, fatkeqësisht vëmë re se nuk paraqiten fakte, prova, dokumente apo të dhëna të besueshme që do tregojnë se autoritetet shtetërore shqiptare kanë kryer veprime të paligjshme që kërkojnë hetim parlamentar. E përcakton qartë që ngritja e komisionit kur e kërkon 1/4 e deputetëve është e detyrueshme. Shkojmë më lart. Në 5 i ligjit thot po të njëjtën gjë. Është e detyrueshme. Shkojmë akoma më lart, kryetar. Se më pas ligji ka dhe detyrime për ju që duhet bëni juve. Neni 77 i kushtetutës e thot fare qartë. Kuvendi ka të drejtë dhe me kërkesë të 1/4 të gjithë anëtarët e tij është i detyruar të caktojë komision hetimi për të shqyrtuar një çështje të veçantë. Është i detyruar, kryetar. Nuk vët në diskutim këtu ngritjen. Gjithë debati i ngritur dhe i shqyrtuar nga jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese është në lidhje me objektin e këtij komisioni. Në çdo rast, objekti, thot Gjykata Kushtetuese, nuk mund ngushtohet, zvoglohet apo të anullohet. Ajo që doni të bëni ju është ta anulloni atë, po jo duke diskutuar mbi objektin, por duke diskutuar mbi ngritjen ose jo të komisionit të Kushtetutës SQL. Tani do ju kujtoj diçka, zoti kryetar. Besoj ju keni qenë këtu në parlament atë kohë. Jemi detyruar në
24 dhjetor të 2014-ës. Më habit fakti se ju bënit paditurin sikur në procesin gjyqësor në Washington, emri Edi Rama nuk është lakuar 13 herë. Por për opozitën çështja me Gonikol mbetet një plagë hapur që sipas Ali Berishës përfshin vetë kryeministrin Edi Rama dhe disa ish-ministra. Në sallë Berisha drejtoi gishtin ndaj ministrit të drejtësisë Ulsi Manja, duke akuzuar për përfshirje në afera korruptive. Po. Urdhë? Unë po të them ku i ke kostumet e Altin Hajrit. Të Altin Hajrit ku i ke? Se nëzorë është i lirë Altin Hajri sot, me ardumanin tëmë dhe ke nëzirë të lirë Altin Hajrin. Po, ku e ke qatë dhe Louis Vuitton? Ku i ke 500.000 eurot? Ja pra, këto janë. Edhe në vjen thuhet se shkove ti, pastaj the ka shku e Tilda. Vjen me Gonigalin, e akuzova unë, pastaj tha jo, ka qenë e Tilda, s'kam qenë unë vjen me te. Çfarë kostum është vesh Ulsi Manja dhe çfarë kostum është vesh Sali Berisha, hajtë t'i nxjerrim, sa boje jotja, sa boje imja. Shumica socialiste bëri të ditur se do të refuzojë edhe komisionin tjetër ato për hetimin e përdorimit të burimeve shtetërore në zgjedhjet e 11 majit. Në minutat orën vim, kryetarin e partisë e keni këtu, bjerni emrat në komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore, ne i kemi sjell emrat, bujrum sillin dhe ju emrat, prej nesër filloi puna, në komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore, në fazën e parë të punës komisionit zhvilloni një hetim si ta doni hetimin dhe në fazën e dytë të vinë me propozimet. Ndërkohë, Berisha deklaroi se opozita nuk do të tërhiqet dhe do të përdorë çdo mjet për të zbardhur siç tha ai farsën e zgjedhjeve dhe abuzimet e qeverisë. Për gati 3 orë, biznesmeni Bexhet Pacolli u mor në pyetje nga Prokuroria e Tiranës në lidhje me përplasjen që ka me bashkaksionerin Valon Ademi për ndarjen e aksioneve në ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Hetimi është hapur pas padisja Ademi ka depozituar ndaj tij duke akuzuar për mashtrim dhe mosrespektim të marrëveshje të ortakërisë. Biznesmeni Bexhet Pacolli është paraqitur këtë të premte në Prokurorinë e Tiranës ku është marrë në pyetje për gati 3 orë në kuadër të hetimeve që lidhen me konfliktin e tij me bashkaksionerin Valon Ademi për projektin e aeroportit të Vlorës. Në një komunikim të shkurtër me gazetarët pas daljes nga prokuroria, Pacolli theksoi se besonte drejtësia shqiptare dhe mohoi që përplasja të ketë lidhje me motive politike. Ekonomion duhet të gjithësisë unë besoj shumë në drejtësi dhe në vendimet gjyqësore dhe do të veproj ashtu si do të pasojnë vendimet gjyqësore. Çdo gjë është në rregull. Aeroporti do të bëhet edhe një aeroport më i bukur i këto shtetet në rajon. Çështja ka nisur pas padisë aksionerit të minorancës Valon Ademi, i cili ka depozituar ndaj Pacollit duke akuzuar atë për mashtrim dhe shkelje të marrëveshjeve të nënshkruara për ndarjen e aksioneve. Thelbi i konfliktit është përqindja e pronësisë në koncesionin e aeroportit. Zyrtarisht Ademi zotëron 2% të aksioneve, por pretendon se në bazë një kontrate notariale i takojnë 47%. Kontrata në fjalë është firmosur më njëherë pas largimit të grupit turk YDA nga projekti i cili zotëron 40% të aksioneve. Pas këtij momenti kompania e Pacollit Mapco bleu aksionet për shumën simbolike prej 4.200 eurosh, ndërsa të njëjtën ditë nënshkroi me kompaninë 2A Group të Ademit një marrëveshje të re që parashikonte ndarjen 53% me 47%. Megjithatë, kjo marrëveshje nuk është regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit, çka ka bërë që kompania Mapco të vazhdojë të figurojë si aksionere kryesore e konsorciumit duke mos pranuar ndryshimet e strukturës së pronësisë. Në anën tjetër, 2A Group kërkon që të njihet zyrtarisht si pronare 47% të aksioneve, duke ju referuar kontratës notariale dhe dokumenteve të investimeve që sipas saj provojnë kontributin financiar në projekt gjatë 2 viteve të fundit. Përplasja mes dy bizneseve ka sjellë edhe tensione të brendshme në administratën e kompanisë së aeroportit, duke çuar fillimisht në shkarkimin e administratorit të parë dhe dorëheqjen e pasardhësit të tij pak ditë më parë. Një 33 vjeçar i shpadhur në kërkim ndërkombëtar është ekstraduar nga Italia drejt Shqipërisë pas një bashkëpunimi të ngushtë mes Interpolit të Tiranës dhe asaj të Romës. Ai është dënuar nga gjykata e Krujës me 4 vite burg për kultivim të bimëve narkotike, ndërsa i ka mbetur për të vuajtur rreth 1 vit dënim.
Është ekstraduar nga Italia drejt Shqipërisë një 33 vjeçar I dënuar për veprimtari kriminale në fushën e narkotikeve. Sipas burimeve zyrtare, gjykata e rritit gjyqësor Kruj e kishte dënuar në vitin 2023 me 4 vite burg për veprën penale të kultivimit të bimëve narkotike, ndërsa nga ky dënim I kanë mbetur për të vuajtur edhe rreth një vit. Hetimet zbuluan se në vitin 2021 ky shtetas në rolin e organizatorit kishte bashkëpunuar me 3 persona të tjerë për të përgatitur një sipërfaqe toke publike në fshatin Kras të Krujës me qëllim kultivimin e bimëve narkotike. Fal ndërhyrjes së mënjëhershme të policisë, tentativa u parandaluaj që në fazën fillestare. Gjatë kontrolleve në banesën e personave të përfshirur sekuestruan 240 fidan kanabis, një armë zjarri dhe municion, si dhe mjete që shërbenin për kultivimin e bimës së narkotike. Ekstradimi I 33 vjeçarit u krye pas një bashkëpunimi të ngushtë ndërmjet strukturave homologe të Interpolit në Tiranë dhe në Rom, duke finalizuar kështu rikthimin e tij për vuajtjen e pjesës së mbetur të dënimit në Shqipëri. Policia e Tiranës finalizoi operacionin Muzeu I Errët duke arrestuar 2 pjesëtar të një grupi kriminal Babe Bir në Kamës, të cilëve ju gjetën dhe ju sekuestruan piktura, skulptura, ikona dhe objekte të tjera të vjedhura në shtete të ndryshme të Europës. Një tjetër pjesëtar I grupit të shpadur në kërkim, hetimet vazhdojnë për identifikimin e të tjerëve të përfshirë. Pas disa javësh hetime intensive, specialistët e seksionit të hetimit të trafiqeve të palishme në koordinim me Prokurinë e Tiranës finalizuan operacionin e koduar Muzeu I Errët. Si rezultat, në Kamës janë arrestuar 2 pjesëtar të një grupi kriminal Babe Bir, të cilëve ju sekuestruan vepra arti të ndryshme të vjedhura në shtete të Europës. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, një tjetër pjesëtar I grupit të shpadur në kërkim, ndërsa hetimet vijojnë për të identifikuar dhe ndëshkuar penalisht të shtetas tjetër të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Hetimet kanë nxjerrë në dritë se 3 shtetas të organizuar si grup trafikonin në Shqipëri objekte me vlera historike dhe kulturore të vjedhura në shtete të ndryshme europiane me qëllim shitjen e tyre në vend në kundërshtim me ligjin. Banesa e 2 të arrestuarve u kontrollua nga policia dhe aty u sekuestruan piktura, skulptura, ikona, punime druri, dokumente të rralla dhe albume me pulla poste. Përveç veprave u sekuestruan dhe 2 automjete të dyshuara se përdoreshin për transportimin e tyre, si dhe 2 celularë që mund të përmbajnë prova të aktivitetit kriminal. Policia dhe Prokuroria e Tiranës theksuan se hetimet do të vijojnë për të garantuar ndëshkimin e të gjitha individëve që mund të jenë të përfshirë në këtë trafik palishëm, ndërsa pikturat e sekuestruara do të vlerësohen dhe do të rikthehet sa të jenë të mundur në vendet ku janë vjedhur. Operacioni Muzeu I Errët është një tjetër ndërhyrje e rëndësishme e institucioneve ligjzbatuese për të luftuar trafikun e palishëm të veprave me vlerë historike dhe kulturore në Shqipëri. Nicime të tjera informacione, qeveria e Kosovës ka miratuar buxhetin për vitin 2026 me një shumë rekord prej 4 miliard eurosh. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se buxheti parashikon investime kapitale për 1 miliard euro dhe përfshin dhënien e pagës së 13 për punonjësit e sektorit publik. Dokumenti financiar sjell gjithashtu rritje të pagave, pensioneve dhe shtesave për fëmijët. Qeveria në detyrë e Kosovës ka miratuar buxhetin për në vitin 2026 që arriti rreth 4 miliardë euro, shumë më lart e planifikuar ndonjëherë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti deklaroi se dokumenti financiar parashikon rreth 1 miliard euro për investime kapitale për një sër lehtësisht të reja për qytetarët. Është buxhet në vlerë 4 miliardë euro, ku 1 miliard euro janë buxhetor për investime kapitale. Njërisi në këtë buxhet që do të jetë dhënje e pagesës së 13 të gjithë punonjësve të sektorit publik, deklaroi Kurti. Kryeministri në detyrë për të bërë të ditur se me buxhetin e ri do të zbatohet edhe rritja e pagës me bazë 0.5% për çdo vit përvojë pune, krahasuar me 0.25% sa ishte më parë. Ndër të reja të tjera përfshihet rritja e pagës minimale me 2 faza nga 1 janari 2026 në 425 euro dhe nga një korriku në 500 euro. Po ashtu pensionet do të rriten nga 120 në 150 duke rifilluar nga nëntori I këtij viti, duke përfshirë rreth 200.000 pensionistë. Buxheti parashikon edhe shtesa më të larta për fëmijët nga mosha 0 deri në 16 vjeç, në një rritje prej 50% si mbështetje shtesë për lehona dhe të rinj që punësohen përmes programit Superpuna. Në fund, Kurti u bëri thirrje deputetëve të Kuvendit që të miratojnë buxhetin, bashkuar në zgjedhje të reja, duke I cilësuar atë si një plan që garanton vazhdimsinë e reformave sociale dhe ekonomike në vend. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 1 nëntor do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët dhe vranësira të lehta kalimtare në disa zona veriore dhe verilindore.
Paraditja do të karakterizohet nga kthjellime të shkurtra, ndërsa në orët e pasdites do të ketë intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 7 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metër për sekond, ndërsa në Bregdet her pas here mund të arrijë deri në 6 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar nga 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 1 nëntor 2025 pritet të jetë i moderuar nga 3 deri në 4. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 1 nëntor do të jetë në orën 6:05 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:44 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 19 gradë Celsius. Kukës 7 deri në 16 gradë Celsius. Peshkopi 7 deri në 15 gradë Celsius. Tiranë 10 deri në 21 gradë Celsius. Durrës 12 deri në 21 gradë Celsius. Kavaj 11 deri në 20 gradë Celsius. Elbasan 10 deri në 20 gradë Celsius. Berat 10 deri në 21 gradë Celsius. Korç 6 deri në 15 gradë Celsius. Vlorë 13 deri në 21 gradë Celsius. Gjirokastër 10 deri në 20 gradë Celsius. Sarand 13 deri në 22 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 1 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të freskëta dhe të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët dhe vranësira të lehta kalimtare. Në orët e paradites pritet mjegull lokale në disa zona të ulësirave, ndërsa pasdite moti do të jetë me intervale të gjata me diell dhe pa reshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 15 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 1 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët nga 2 deri në 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 1 nëntor do të jetë në orën 6:02, ndërsa perëndimi në orën 16:36 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 3 deri në 13 gradë Celsius. Podujev 3 deri në 13 gradë Celsius. Skënderaj 4 deri në 13 gradë Celsius. Pej 5 deri në 14 gradë Celsius. Prishtinë 3 deri në 14 gradë Celsius. Gjakov 5 deri në 14 gradë Celsius. Malishev 4 deri në 13 gradë Celsius. Gjilan 4 deri në 13 gradë Celsius. Ferizaj 4 deri në 13 gradë Celsius. Kaçanik 4 deri në 13 gradë Celsius. Suharek 5 deri në 14 gradë Celsius. Prizren 6 deri në 15 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime të tjera, ju mund të klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, por mund na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit të Drita bashkë. Miru takofshim në edicionin e ardhshëm.